Gert Palali është prezantuar si drejtori i ri i Teatrit Migjeni në Shkodër në një takim me trupën dhe punojësit e këtij institucioni në prani të drejtuesve të Zyrës së Kulturës, u bë dhe prezantimi zyrtar i tij. I diplomuar në Universitetin e Arteve në Tiranë, Palali ka spikatur në skenë si aktor, regjisor dhe producent, duke realizuar një sër shfaqjesh teatrale e filmike të vlerësuara me çmime në festivale të ndryshme, brenda dhe jashtë vendit. Ai ka bashkëpunuar më parë me Teatrin Migjeni duke njohur nga afër skenën dhe trupën e tij. Në të parën fjalë që mbajti përpara stafit, duke vlerësuar se nisni një përgjegjësi të madhe në drejtimin e këtij institucioni, ai premtoi që Teatrit Migjeni së bashku t'i japi një dimension të ri. Jam shumë i lumtur që jam këtu me ju, që kena punu të tanë bashk me projekte në këtë teatr, edhe jam shumë i lumtur që do t'i vazhdojmë të tanë bashk. Gjithmonë kena bashkënda dëshirat për teatrin, vizionet që ne kena, gjana që kishim bën ndryshe, edhe jam shumë i lumtur që të tanë bashk ato vizione, ato dëshira me i vunë zbatim në këtë teatr që është si tempull për ne, që ne ma shumë kalojmë kohë këtu se sa në shtëpinë tonë, domethënë. Atë që unë di, atë që ne dim të tanë bashk, do përpiqena që me ndërtu një teatr shumë më të mirë në tana dimensionit, në dimensionin e rritjes së premierave, në dimensionin e krijimit të gjanave të reja, në dimensionin e binjakëzimit me teatrët e tjera, me pru regjisor të mirë shqiptar edhe ndërkombëtar. Në tana dimensionet të tanë bashk do të bëjmë më të mirën që është për këtë teatr. Unë ju du shumë fort secilit edhe besoj se do bëjmë një punë të mirë të tanë bashk. Gert Palali është nga të rinj që u përgjigj thirrjes së hapur të Bashkisë së Shkodrës për të kontribuar duke sjellë energjinë dhe pasionin në shërbim të kulturës.